mirë që mund t'i bëhet interesave serbe, të cilët nuk ka nevojë të mbushin manastire dhe kisha me armë, as të financojnë grupe terroriste, pasi shpesh historia na ka mësuar që shqiptarët më të devotshëm antishqiptarët më të devotshëm janë pikërisht mes shqiptarëve, të cilët për një karrige pushteti dhe për një trast me Flori gjithmonë kanë qenë gatshëm të shesin interesat të vendit dhe të popullit të tyre. Parë në këtë këndvështrim, besoj që gjëja më e rëndësishme që do duhej të ishte në tërezën e politikanëve të Kosovës, të ishte pikërisht shmangja e krizave të tilla dhe deklarimi i prioriteteve. Dhe prioritet nuk është karrigja e një kryetari parlamenti, dhe unë nuk e di nëse Albin Kurti vendos të heqë dorë nga kandidatura që e mban të bllokuar prej 25-6-7 seancash zgjedhjen e kryetarit parlamentit, do ta zgjidhte këtë ngërç. Pra, më shumë se sa ka që është çështje pazaresh, tipike ballkanase, por është edhe dëshmi e fitores pa fitore. Këtu në Shqipëri ne kemi vuajtur nga qeverit absolute dhe një ligj zgjedhor i dha krah fitoreve apo mazhorancave të fuqishme, pa patur nevojë për partitë e vogla, pasi eksperiencën më të fundit e ka pas Fatos Nana, ku me partitë të tipit social-demokrat, socialist vërtet, socialist pa vërtet, parti me një deputet kërkoni nga 2 ministri, nga 3 drejtori, dhe për të shmangur këto shkurre politike në përkëmb, ju dha hapësirë mazhorancave absolute. Ajo gjë që po ndodh sot në Kosovës, fitoria e pa fitore e një partije cila nuk e bën dot qeverinë, do duhet të ketë në aleancë partitë të tjera të vogla të cilat kërkojnë si stamentori përtej asaj që përfaqësojnë në parlament dhe kapaciteteve aftësisë që kanë, asaj që mund t'japin, kërkojnë të marrin pjesë pushteti shumë të madhe dhe kjo mund ta trazojë qeverinë. Unë mendoj që qeveritë me koalicione, mazhorancat e dopta i bëjnë më mirë demokracisë se sa mazhorancat absolute. Megjithatë, në një vend ku mungon kultura politike dhe ku mungon përgjegjshmëria e politikanëve për të parë se çfarë është më rëndësishme në interes të vendit, që di nëse mund të ishin zgjedhjet e parakoshme apo ripërsëritja e zgjedhjeve se s'mund të quhet as parakoshme. Kam një pyetje që më vjen ndërmend. Por unë kam dhe formë pyetje tash për Milaimi dhe mentorin apo dhe Ida Verin, që po i quajnë tre njerëzit që janë më të integruar në këtë. Ju thatë që Albin Kurti është ai përgjegjësi, po e vam aty në shtyllë dhe po i gjuaj me gurë. Çfarë mund të bëjë Albin Kurti për ta zhbërë këtë krizë, për ta zgjidhur këtë krizë, dhe nëse nuk e bën, atëherë po i themi që po, ky është ai që po e shkatërron këtë përpjekje për stabilitet politik. Në qoftë se i referohemi deklaratave që janë të regjistruara në YouTube të Albin Kurtit në rastin e Kadri Veselit, ai ka kërkuar me këmbë gulësi që të ndrohej kandidati për kryetari i Kuvendit të Republikës. Po, para vendimit GND-s, para vendimit të gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese jep vetëm një opinion, sikur 98% kolegëve tonë. Nëse ndrohet kandidati, mund të zgjidhej kjo? S'është opinione, është urdhër ai. Jo, nuk është urdhër. Kur e ka marrë vendimin për zotin Thaçi, i tha